Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga pjesa e dytë e Live from Tirana, ndërkohë që ora shënon 11:09 është e marr, data shënon 14 korrik 2026, për 5 muaj vjen 2027. Edhe flasim për disa gjëra interesante. Me që jemi në kulminacionin e verës, unë ja prezantova pak në nisje të këtij programi sot për edhe studime të thonë në fakt që në verë rritet numri i ndarjeve nga çiftet, jo vetëm ato që janë të martuar respektivisht, por edhe ato që janë të lidhur. Pasi duket sikur vera, temperatura lartë, dëshira më e lartë seksuale, udhëtimet e shumta bëjnë që të shohësh më shumë, të jesh më i lumtur, të shohësh më shumë vërdall, ndryshe nga dimri i cili na bën më melankolik. Për diskutuar për këtë, por jo vetëm, se me që e kam në studio po shfrytëzoj rastin, kam në studio Remil Peqinin, mirë se vjen në program Personal Trainer dhe jo vetëm, si je ti? Mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën, shumë mirë. Dgjoj, me që të kam në studio edhe ti përfaqëson një botë shumë interesante e cila po merr zhvillim edhe në Shqipëri goxha vitet e fundit. Përpara se të kalojmë te kjo tema që është shumë e nxehtë dhe interesante, çfarë po ndodh me të ushtruarit fizik gjatë verës? Domethënë ka më shumë njerëz, më pak njerëz, a është periudha më e mirë për të dobësuar për ato që duan të humbin kilogram? Do thoja si çdo vit tjetër, shumica e personave nuk vinë në stilin e verës. Po pse? Dhe është një gabim shumë i madh. Se shoh unë te palestra ime këtë që ka një rënje në klientësh. Unë nuk mendoj se kanë një arsye për të mos ardhur në palestër, aq më tepër unë mendoj që është një arsye e shtuar për të ardhur në palestër gjatë stinës verës, për shkak se ti tonifikohesh shumë herë më shpejt se sa në dimër. Nuk do kesh oreksin e dimrit. Dhe ti ushtrohesh, punon më pak edhe arrin rezultate akoma dhe më shpejt. Dhe është një misconception, një mendim i gabuar i njerëzve që thonë të lëm verën, të shtojmë disa peshë dhe të rikthehemi shtatorit, ndërkohë që në shtator do e kem punën akoma më të vështirë. Po, se marrin edhe shumë, se sidoqoftë sa do të jesh me dietë nëse lëvizje të verës të pushime, po një gotë do e pish, po një herë do të marrë uria rrugës, do e marrësh një ushqim random, fast food. Unë jam dakord që çdo njeri do konsumojë ca gjëra më tepër gjatë stinës verës sepse po pushon. Po, këtë është arsye më e madhe për të shkuar në palesë gjatë verës. Pa diskutim, unë këtë po thoja që çai kushton një personi të ushtrohet 40 minuta në 24 orë që ka i dembelos. Vapa. Gjithë jemi me makina tani, palestrat janë afër, me kondicioner. Ka palestra kudo, po. Komoditetet janë. Çështja është që të jetë dëshira. Nëse është dëshira dhe është kjo gjëja që nëse ti dembelosesh për një herë, nuk shon një herë dhe dy herë, ti do e lesh të merr rrjedhën pastaj. Po, nëse ti fillon edhe bën, unë mendoj që personat që kanë menduar që të humbin peshë gjatë stinës dimrit, duhet fillon tani në verë. Filloni tani në verë dhe do e keni shumë herë mokollaj në dimër. Pra, mënyra më e mirë për të hequr ato kilogram që ndoshta nuk i kanë hequr gjithë vitit është vera, thua ti. Si më e mirë. Me çfarë kombinohet tjetër? Tani pa diskutim që është ushqimi. Ushqimi është kyç në rënien e peshës. Por kur ti shton edhe kardion, pa diskutim edhe nuk do kesh oreksin që ke në dimër, më shumë ujë gjatë verës. Më shumë ujë. Është një nga Sa ujë piti tani mesatarisht? Unë po pi 4.5 litra ujë. 4.5 litra ujë. Po, që normalisht është 3.5, por mbase nga aktiviteti, palestra, por kam shtuar kardio, kështu që pa diskutim që heq ujëra nga lëkura dhe i rikthem prapë në organizëm. Por 2.5, 3 që është e mirë për femra dhe 3.5, 4 për djem është idealja gjatë stinës verës. Pra kardio miksuar me pesha, me ushqim të mirë, me më shumë ujë, pa sheqerna, çik shalqi tani që është sezoni dhe ai ka. Është shumë i mirë, shumë ka citrulin, ka elektrolite pafundësisht. Ka citrulin që është shumë e mirë për ne djemt. Dgjoj, ka shumë njerëz që gjatë gjithë verës ke bukë djathtë domate, unë e bëj shpesh të. Nuk të shëndosh, besoj. Apo është çik problemi të buka. Shiko, karbohidrati i keq. Karbohidrati i keq është buka, por do thoya që varet çfarë sasi e konsumon, se varet sa konsum, sa kalori ke ti gjatë ditës, gjithë e kemi dëgjuar këtë. Varet sa është numri i kalorive gjatë ditës. Nëse ti plotson më tepër, do shtosh. Nëse nuk i plotson, do humbasësh. Si është matematika të dobësuarit? Domethënë se duket ndonjëherë sikur komplikohemi shumë, sikur e futemi ca dietave, ca studimeve. Do bëjmë një matematikë thjesht. Po, për shembull trupi im
Nëse trupi yt me 3500 kalori mund të mbaj peshën që je, le të themi jetë 80 kg. Dhe ty të duhen 3500 kalori në ditë që të mbash peshën 80 kg. Nëse shkon 500 kalori më pak, ti do fillosh të do humbasësh. Nëse shkon 500 më tepër, do fillosh të do shtosh. Tani, një trupi, një mashkulli potencialisht i gjatë, që kap një peshë të konsiderueshme, sa kalori duhen në ditë për të jetuar? Le të marr veten time. Ose sa kalori do trupi im për shkak për të djegur në ditë? Sa është mesatarja për të qëndruar në këtë që jam? Ti je 187, ti te 3300 kalori në ditë, ti i ke për maintenance, për mirëmbajtje. Për mirëmbajtje. Pra janë kaloritë që sa kalori djeg trupi jon vet duke frymuar? Po, kjo e para herë është varet nga gjenetika. Ka persona që djegin më shumë dhe ka disa që djegin më pak. Unë gjatë gjumit mund djeg 500 kalori. 200 kalori dhe gjatë gjumit. Pa diskutim që po. Ti thjesht e shikon peshou përpara se të flesh, edhe peshou prandaj kur zgjohesh. Ju që bën merrni në të fush gjumin e cilësoni si një nga top. Gjumi është kryesori për testosteronin, penë djem. Nëse ti nuk fle mjaftueshëm 7.5 orë 8, edhe do kesh një problem me hormonet. Domethënë do të rritet estrogeni, kortizoli, që është hormoni jo vetëm te ne djem, por edhe te vajzat, tash i stres që ai barku poshtë që të gjithë thonë nuk bie, është nga ky kortizoli. Po gjumi është faktori kryesor për të gjithë, aq më tepër për ne djemt, sepse bën që hormonet tona, hormoni kryesor testosteroni, të jetë nivelin e dur në mëngjes, sepse në mëngjes ai arrit pikun. Gjë që ne djem të shikojmë. Prandaj, po do të them në reklama këtë. Gjumë i mirë, gjumë me orën e dur, orare të duhura, ujë, ushqim i mirë kombinuar me pak palestër në shtator, pastaj kur të shkoni në rikthehen në punë, kolegët do ju shohin me detaje. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi shpejt në program. Faleminderit që po dëgjoni live from Tirana, vazhdojmë të jemi në studio me Remilin. Remil, shkojmë pak tek zona e nxehtë e bisedës tashmë. Pse duket sikur unë e thash edhe studimet flasin se kur gjatë verës ose më saktë pak para se të vi vera, ka një lloj tendence për tradhtitë që ndodhin gjatë verës apo dhe ndarjet nga partnerët e tyre respektiv. Pse duket sikur natyra njerëzore është më e predispozuar të tradhtojë gjatë verës, dhe nëse do pastaj mund të shkosh në eksperiencë personale. Është e vërtetë kjo që shumë persona tradhtojnë gjatë verës, qofshin të martuar, qofshin edhe të lidhur. Pse të martuarit përjashtohen nga ato akoma më tepër. Kur e ke të ndaluar, dëshira është më e lartë. Unë nuk mendoj që vera është një arsye unë nuk mendoj që vera është një mendim që ty të vjen për të tradhtuar. Spontanisht, nuk është spontanisht. Unë mendoj që çështja e tradhtisë ty të ka ardhur disa kohë më përpara, kur ke qenë vetëm me veten, dhe ai zëri brendshëm të ka thënë që ti mund të tradhtosh, edhe ti nuk e ke kundërshtuar. Ti thjesht ke prit momentin se kur do e bësh. Tradhtia nuk vjen moment, tradhtia vjen shumë kohë më përpara. Po ka dhe tradhtia momentale. Mendoj që është çështje karakteri. Ka shumë persona që thonë unë tradhtova se partneri im më tradhtoi, ose se partneri bëri një gjë. Po, duan të hakmerren. Nuk është hakmarrje, është çështje karakteri, ti nuk po i bën keq tjetrit me hakmarrje. Pas vetes. Ti po i bën keq vetes. Po jo, më pas si bën keq. Unë mendoj që shumë e thjesht ndahesh sot. Po. Mjafton të ndahesh, i thua personit që nuk kam ndjenjën për ty. Po mirë, ajo mund të jetë lënduar ai shumë, saqë dëshiron që dhe ai ta provojë një herë këtë ndjesinë. Unë nuk mendoj se thotë ndihesh i tradhtuar. Më dëgjoj, i pari që tradhton e ka menduar mirë tradhtinë edhe nuk lëndohet nëse ti e tradhton. Po. Domethënë, ai thjesht madje unë mendoj që ai ndihet më mirë, sepse thot tani jemi barës. Edhe tani hapet loja. Po tani hapet loja, se të dy mund të tradhtojnë edhe bëhen si këto marrëdhëniet, siç po shikojmë kohët vetë fundit që janë pothuajse marrëdhënie të hapura. Ka shumë në Tiranë? Shumë ka. Sa të kemi dëgjuar ka shumë. Marrëdhënie që Po si funksionon? Dëgjoj, se shumë kam dëgjuar për këtë. Po unë jam naiv, ti e di. Shumë naiv. Si funksionon një marrëdhënie e hapur eksaktësisht në Tiranë? Me të dëgjuar e kam. Po
Po me aq më ai sa ka dëgjuar. Unë nuk jam dakord me këto, por ka dakordsi ndërmjet dy partnerëve që mund të bëjnë jetën që duan paralele dhe mund të edhe bashkëjetojnë bashkë. Po sigurisht bashkëjetojnë, pra mund të jenë dhe burrë dhe grua. Po, paralelisht mund të bëjnë dhe jetën e tyre aktive seksuale me partnerë të ndryshëm. Mendoj që jemi, nuk e di. Po çfarë që jemi barazuar me Europën edhe me botën. Unë mendoj që kemi kaluar pak. Unë mendoj që ne i egzagjerojmë gjithë gjërat që po sepse ne si popull nuk njohim të mesme. Ne ose jemi rasti që s'bëjmë fare seks burrë dhe grua, ose nuk mjafton burri për të shkuar me një tjetër. Jo, nuk e mendoj këtë. Unë jam shumë kundra, unë jam pro familjes, sepse këto gjëra nuk sjellin familje. Për çfarë e kundra ti? Unë jam kundra tradhtisë. Pa diskutim që po. Unë nuk e konceptoj në fjalorin tim, nuk dua që të ekzistojë si fjalë. E di që është shumë normale ditëve të sotme, se po bëhet normale, është normalizuar shumë. Por se çfarë sjell kjo pastaj se duhet ta mendosh çik si gjatë këtë gjë. Në long term, ti po flasim si mashkulli edhe si femra, do jenë prindër një ditë me çfarë do edukojnë fëmijën, që të tradhtosh është normale? Se kjo është pastaj. Pyetja këtu është. Pra kemi si këto raste të këtyre adoleshentëve pastaj që pushtojnë kronikën e zezë. Prandaj po them. Dgjoj, ti ke bërë një analizë vet pse tradhtohet kaq shumë sot? Unë mendoj që është hapur shumë loja, Ronaldo. Që do të thotë? Më përpara s'ka qenë pjesa që futur në këtë rrjetin vicioz dhe nuk po din se të dalë. Loja ka filluar nga rrjetet sociale. Rrjetet sociale të bëjnë ty që ti të tradhtosh më shpejt. Më përpara nuk ka qenë kjo pjesë. Më përpara ka qenë shumë më e vështirë. Ti që apo është më i lehtë komunikimi. Po, tani ti mjafton të vjen një follow, një mesazh, një like story. Tani ato që tradhtojnë shumica, se mbase nuk duhet i vëm në baraz peshore. Po themi të gjithë. Një pjesë e konsiderosh. Po them nga meshkujt ose femrat, shumica janë femrat, a? Nuk po them që meshkujt nuk tradhtojnë. Por shumica janë femra. Vërtet? Tani, është e vërtet sepse janë ato që i joshen më shumë nga pasuria. Më thuaj sa është probabiliteti që një djalë tradhton për pasuri edhe sa është probabiliteti që një vajzë tradhton për pasuri. Kohë të fundit çunat janë bërë më keq. Janë më të rrallë. Një vajzë që është e pasur nuk shkon te ai i varfër. Po më besoj që flitet më pak për zhigolot se sa për eskortat. Ka dhe zhigolot. Ka dhe zhigolot në Tiranë. Po. Siç i dëgjojmë, por eskorta ka pafund sot. Dëgjoj. Dhe në Stinë e Verës, më qenim Stinë e Verës, tani ato ndahen edhe që të bëjnë këtë jetën e luksit në jug. Tani kam një pyetje se ti thua që femrat tradhtojnë më shumë. Po. Ha mendsim është se studime nuk kemi. Nuk kemi. Për shkak të joshjes së pasurisë. Tani nëse kjo është e martuar dhe joshet për pasuri që mund marrë nga ky partneri, tani ku do të çoj lekës ajo të me burrin? Shiko, ka edhe nga këto marrëdhënie që ndahen ver, 1 muaj, 2 muaj dhe rikthehen prapë. Rikthehen në shtator. Prandaj ndodh edhe kështu? Po, ndodh masivisht. Ndodh masivisht edhe po shtohen fatkeqësisht. Më ka rastis. Ha, njerëz, to kam thënë. Do them një rast. Më ka rastis që kam dëgjuar nga një shok shumë i ngushtë që ishte lidhur me një grua të martuar. Edhe ajo i thonte që jo mos është e zeza, është gjë normale sot po. Ajo i thonte që edhe këtë muaj do rim bashkë sepse pas një muaji më vjen burri. Wow. Kështu që po them. Po ku ishte burri? Po burri shkret punon. Po mbas edhe i tradhton, a? Po puna është që prandaj po them që po bëhet kaq shumë normale, jashtë shtetit, kështu siç e kisha dëgjuar. Por janë shumë anomali sipas koncepteve të mia që po ndodhin, po shtohen, edhe nuk e di se ku është fundi. Edhe unë mendoj, Ronaldo, që them gjithë skandalet që po ndodhin, po shikojmë, janë gjithë një kosto që vjen nga mos prindërimi. Unë mendoj prindri është faktori kryesor për rritjen e një fëmie, është katalizatori se si do rritet ai fëmijë. Nëse ti shiko, prindërimi nuk ka as shkollë, s'ka as
ti nuk di se si ta mësosh, është gjë që vjen me eksperiencë. Po ka të bëjë edhe se sa çfarë formimi ke ti. Pa diskutim që po, por nuk do thoj edhe shumë te formimi. Ka pas shumë para shumë viteve, para 40-50 viteve. Formimi nuk ka të bëjë vetëm me diplomën. Se më shumë se gjysma njerëzve në këtë vend i kanë të diplomuar, po nuk do të thotë që të gjithë janë të formuar. Pa diskutim. Po them formimi si njeri, pra si vlera njerëzore, si vlera shoqërore, të dish të jetosh, të bashkëjetosh. Të formohesh në karakter dhe ti atë çështje të karakterit tënd, mendoj që t'ja implementosh edhe fëmis. Po nëse se kanë fokusin tek fëmijët, ku e kanë? Po kanë këto trastit pra, gjatë verës. Wow. Sepse shumica ne po shikojmë që po fillojnë që 14 vjeça. Është skandal. Fjalorin që ti dëgjon te fëmijët që fillojnë nga mosha 10 deri në 14 vjeç, është një fjalor që ne nuk e kemi dëgjuar. Brezion e ka filluar nga mosha 30. Fjalën plus 18 për të parë unë e kam thënë fakultet edhe prandaj po them. Prap ndihesha në siklet shumë kur e thoja, më kupton. Prandaj po them, dhe ti ç'a mendon se do rrjedhi me gjithë të val, me gjithë të fluks të këtyre fëmijëve që janë tani 10-14 vjeç kur triten, çfarë do japin për këtë shoqëri? Kanë filluar rezultatet. Po ne i dëgjojmë nëpër shkolla, ti thjesht kur kalon nëpër shkolla e shikon çfarë fjalori kanë fëmijët. Po, madje unë se kuptoj pse habiten kur del ky rast i fierit. Mjafton të ecësh në këmbë në Tiranë, edhe sepse shumë gjëra bëhen, thjesht nuk fliten në Tiranë, po të gjithë ne e dimë që bëhen. Dhe kur dalin publikohen pastaj, bëjmë si ta bitur. E vërtet, fatkeqësisht do të shkojmë në muzikë Danko? Jo. Marketing. Okej, do të shkojmë në pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi pastaj për të vazhduar këtë bisedë që është shumë interesante. Tradhtia është normalizuar shumë e në fakt vitin e fundit ne kemi lexuar sipas statistikave nuk më vjen shifra e saktë tashmë, por ne kemi pasur një rritje rekord të divorceve në Shqipëri. Remil, çfarë të vjen ndërmend të thuash me gjithçka dëgjon vërdallë nga ato që ne shohim dhe prekim në përditshmëri? Se ka një gjë, pra nëse ti je çun i ri dhe ke një lloj suksesi në thonjza siç e quajnë çunat me raporte intime me gra që janë të martuara, problemi është që një ditë do jesh po ti në pozicionin të martuarit. Është karma që do të kthehet mbrapsh. Po mbase karma jo, po imagjino me sa dyshime mund të jetojë ky çun i ri kur të martohet, sepse ti mëson të gjitha skenaret kur ajo gruaja e martuar i thot burrit po iki nga mamaja, po ku di unë, nuk di, ka 100 skenare dhe nesër do jesh në rolin e bashkëshortit. Ndonjëherë unë mendoj që sa më i zgjuar të jesh, aq më keq është. Nëse di më shumë, lumturia i përket butallënjeve. Ronaldo për pjesën e ndarjeve në Tiranë ti mjafton ti bësh një pyetje vetes, sa dasma po dëgjon dielave edhe sa ndarje po dëgjon në përgjigje. Kishte pra e tha studimi që vitin e kaluar kishte më shumë divorce se sa martesa. Pa diskutim, unë nuk mendoj që mendoj që ka një 10 vjeçar kjo pjesa. Nuk është se filloi tani. Tani po bëhet edhe më keq. Por se di, është kjo pjesa që thua ti, sa më shumë di dhe sa më shumë dëgjon se çfarë po ndodh ditët e sotme. Njeriu i bën pyetjet vetes që sa e vështirë sot gjesh njeriu e dur. Gjesh njeriu e dur sot, shumë e vështirë. Afër të pamundurës. Vërtet? E di çfarë mendoj, është shumë e thjeshtë lidhja për t'u bërë kaq e komplikuar sot. Mjaftojnë dy njerëz që e dinë shumë mirë çfarë duan dhe mos i ndryshohet mendja, se kjo është, këtu jemi. Mos i ndryshohet mendja gjatë kohës. Mendoj që njerëzit sot përtojnë, janë njerëz që nuk sakrifikojnë, janë njerëz që i duan gjërat më kollaj, edhe prandaj ndodhin këto. Se po ta krahasoj me brezin e nënave e babave tona, kanë pas sfida pafund. Ekonomia ka qenë parsorja dhe më pas gjërat e tjera. Ndërkohë sot ti ke mundësi që të kesh një ekonomi të mirë, nëse ti ke një ambicie për të punuar, gjithë sot mund të ketë një ekonomi të mirë. Nuk po them që ti mund të bëhesh shumë i pasur, po mund të jesh në shkallën e mesme të shoqërisë. Dhe kjo shkalla e mesme të shoqërisë, ose shkalla e ulët, nuk është se ngopet me kaq, le ta themi.
Gjithë duan më shumë. Po kur gjithë duan më shumë, kush do rri me ato që kanë pak? Se këtë pyetje do t'ja bëjmë gjithë vetes. Është një koncept që e kam dëgjuar para shumë viteve. Çdo nën i thot vajze, ti duhet gjesh një djalë me lek. Apo jo? Ja, nuk e mendoj këtë. Unë mendoj edhe kam të dëgjuar shumë që çdo nën Ka nëna të tilla, por jo të gjitha. Nuk po them gjitha, po ka shumë që i thonë që ti duhet të gjesh një djalë me lek. Sepse mbase kanë vuajtur vetë nga ky fakt, edhe mendojnë që fëmia vet që të ketë një jetë më të mirë. Por unë nuk mendoj kështu. Por në fakt do të ketë një jetë më të mirë? Do jetë femër e blerë. Dhe nëse je një femër e blerë nga mashkulli, duhet dish që ai mashkull siç ka blerë ty, mund të të blerë një tjetër. Ty mund të të zvendësoj shumë kollaj. Femrat sot duhet të kenë një ide të qartë. Të arsimohen, të rriten, të jenë të pavarura dhe pastaj ajo e di shumë mirë se çfarë kërkon. Nëse ti kompletohesh si njeri, si femër, do di shumë mirë çfarë zgjedhësh dhe një tjetër nuk të blen dot. Domethënë ti kur të shkosh ballë për ballë me atë djalin, ti je në të njëjtat kuota dhe do e kesh shumë herë më të thjeshtë. Nëse ti je më poshtë, ti do blihesh. Dhe ti do pranosh çdo gjë që të kërkon ai djali. Nëse nuk duan të bëjnë këtë gjë, nëse nuk duan të blihen, mjaftojnë të punojnë. Punoni shumë. Po ka dhe vajza që janë koshjente që blihen, po thonë se kanë problem, se unë një lloj thotë do lodhem, do punoj, do më çaj kokën shefi, do kërkuar llogari dhe i bien shkurt. Sepse nuk e mendojnë të ardhmen, mendojnë që do jenë kështu disa vite dhe por këto vitet nuk zgjasin shumë. Ronaldo, këto zgjasin maksimumi deri në moshën 30 vjeç, pastaj ka 20 vjeçare të reja plot. Zëvendësohen nga 20 vjeçaret. Domethënë, nëse ajo ka menduar që gjithë jetën do jetë një vajzë që blihet, që merret nga djemt, dihet që kjo nuk do zgjasë shumë. Do zgjasë shumë pak vite, sepse gocat vogla ka gjithmonë. Dëgjoj, ti në çfarë konkluzioni ke arritur? Pse tradhon njeriu? Është një temë kaq gjithmonë është folur. Un kam bindje. Kam vetëm dëshirë seksuale, është boshllok emocional, çfarë? Un mendoj që tradhtia e personit ka çështje, është e gjitha me mos formimin e karakterit që i vogël. Pra një person që tradhon është pa karakter? Është pa karakter. Ja, se mendoj kështu. Mendoj që një person nëse ka një karakter të fortë, nuk tradhton dot, se po tradhton veten. Domethënë, unë mendoj që nëse do të shikonte veten pasqyr, shumë ftohtë, ai që është, jo ai që mendon që është, nuk do i pëlqente vetja. Po pse ka që rëndë tradhtia? Për konceptet e mia, po. Domethënë, unë si djalë, po e marr veten time. Mu nuk do më duke më vetja burr nëse do të tradhtoj. Vërtet? Po. E thua këtë kota po? Jo, po për sa kohë që po e them tamam, nuk do më duke vetja burr nëse do të tradhtoj, se do më dukte vetja shumë frikacak, se ti që të tradhtosh, duhet që të kalosh disa faza. Ti duhet mashtrosh, duhet gënjesh për disa ditë, duhet shpikësh. Domethënë ti nuk do jesh me njeriu. Edhe kur tradhton një herë? Po edhe një herë ti tradhtihesh, si një herë si disa herë. Nuk është se ka në një... Jo, po ka një diferencë mes të tradhtuarit një herë të vetme dhe të mbajturit një lidhje paralele. Nëse tradhton një herë, do e bësh sërish. Bishin e qeni drejtoj sa duash tot populli. Po bish qeni ngelet. Po tani si i bie që shumica e njerëzve që kanë pa karakter? Ato që tradhtojnë, sipas koncepteve të mia, janë njerëz pa karakter. Po pra, që i bie që shumica që kanë pa karakter. Jo, mbas ato s'janë për veten e tyre, po për bot kuptimin tonë. Për parimet e mia janë njerëz pa karakter. Një karakter i fortë nuk tradhton dot. Po një karakter i fortë. Hajde, dëgjoj, flasim çik hapur tash. E zëm si një burr martohet, gjen një grua. Tani ajo gruaja se mund të fillojnë të më shojnë prapë për këtë, po varja. Është kohë që unë e kam marrë përsipër kur u futa në këtë botë, thash vetes ke të pasme ta bësh? Po, tha vetja, edhe kështu duhet më e mbaj tash. Tani martohet ky burri, tani një grua rast sporadik, nuk po them që janë tjetër raste të shumë, mund t'ia varri vetes fare. Ajo nuk ka më dëshirë për marrëdhënie intime, nuk ka dëshirë për marrëdhënie seksuale, zgjumi herët. Mbas edhe e justifikueshme gjithë jeta që bën dhe ai ka dëshirë të ketë jetë aktive seksuale. Çfarë bëj ai? Deri këtu jemi dakord.
Çifti prandaj është komunikon. Nëse nuk bien dakord për disa gjërat përbashkëta, ndahu dëshirën thua. Po ndahu, është shumë e tjetër. Pastaj ka edhe një gjë tjetër, Ronaldo. Shqiptarët nuk mendojnë mos e thon, janë një farë moshës me unda tash, Ronaldo, ka edhe një gjë tjetër që ne shqiptarët, un kam jetuar në Austri, edhe kam një koncept ndryshe çik. Po ti mund të drejtohesh një psikologu për çifte dhe mund të zgjidhësh shumë probleme atje. Jo domosdoshmërisht nëse ti nuk bie dakord me partneren për disa gjëra, drejtohu psikologut. Nëse nuk bën psikologu në një gjë, ndau. Vesh te psikologu ose psikologja të biesh dashurinë me psikologun për shemb. Sa e bukur. Vesh për të rregulluar marrëdhënie me gruan, dhe ti dashurohesh me psikolog kulmi i romancës. Edhe ndodh. Po ndodh. Puna është që ndodh më. Puna është që nuk duhet. Nuk duhet sepse unë nuk mendoj kaq cekët për çështjen e tradhtisë, unë mendoj çik shumë gjatë çështjen e tradhtisë, se ajo ndodh shumë për më shumë kohë pastaj. Pse po vras mendje tash se ti flet për koncepte, për filozofinë e jetës, e gjitha këto me radhë që shumë dakord. Moralet dhe kufijtë moralet kanë mbajtur njerëzimin, pra nuk e kanë mbajtur vetëm rregullat e policisë së shtetit, por e kanë mbajtur edhe kufijt moral. Pra, njeriu nuk vret jo vetëm sepse arreston policia, po ka dhe një breng morale brenda vetes. Pa diskutim. Jam shumë dakord me këtë. Ora, mos ndoshta njerëzit janë lodhur nga gjithë këto koncepte filozofike morale dhe bien shkurt, thonë s'kam nerva fare, jetë shumë depresive, të paktën të bëj ato që mua më kënaq. Dhe ajo mbase që i kënaq njerëzit është seksi. Po seksin ta bëjnë por kur nuk kanë një partner në krah. Po ka vdek pra, ka vdek. Shumë marrëdhënia seksuale. Po thot ndahu. Po janë mbase, ore po bëj avokatin e djalë gjithmonë. E kuptoj. Mbase janë në një moshë që kanë nëse as kjo po sot po ndahen edhe 70 vjeç, ne kemi dëgjuar. Kështu që për çështje tradhtie. Po i bën dhe llogarit, thon pse të ndahem tash. Jam rehat me këto që kam në shtëpi. Nuk kanë shumë kosto. Do thuash ti. Po kostos kanë rehat janë sa gjëra kanë sistemuar. Hajde tani futi hallëve të divorcit, jo po nda pasurinë, jo po 3 ditë fëmijë ti, jo po 3 ditë fëmijë. Unë jam rehat ashtu. Ronaldo, nëse partneri jo tradhton ti e kupton shumë kollaj. Partneri e kupton shumë kollaj nëse ti tradhton. Që do të thotë nuk do të thonë që do jenë të dy vetëdijshëm për këtë gjë. Që po e bëjnë edhe thjesht bien dakord në heshtje. Nëse bien në dakordsinë e heshtje. Edhe unë mendoj që gjithmonë kuptohet kur nëse bien në dakordsinë e heshtje, dihet që po e bëjnë të dy. E bukur kjo. Është e bukur. Kjo është. Po pse ti mendon vërtet që mund të martohesh edhe mund të do të intrigoj fare tradhtia? Nëse ti gjen partneren me konceptet që ti ke, për çfarë duhet ta tradhtosh? Pse nuk gjetot arsye, kjo është. Po ku di unë tash se puna makinës. Pra ti mund të pëlqej shumë makina që ke, po i thua një shoku do më japësh ose më ikën merr një makinë me qira, fjala bie. Jam shumë besnik me makinën time. Vërtet? Shumë. Edhe nëse ajo të lë një ditë në rrugë? Pikërisht. Ti duhet ta rregullosh atëherë kur ajo nuk bën. Nëse të dy partnerët janë me këtë konceptin që po ti probleme ke vazhdimisht si në punë, si kudo në çdo fushë jetës. Dhe gjithë ne, edhe kur kemi probleme, pse në punë i zgjedhim dhe nuk duhet i zgjedhim me partnerin ton? Po se janë më të vështira situatat janë shumë më të thjeshta, ne i komplikojmë seksuale. Ne i komplikojmë. Unë mendoj që marrëdhëniet janë shumë të thjeshta. Ne i komplikojmë. Dhe kur e mendon mos kesh aftësinë për të folur hapur me burrin gruas, me kë mund të flasësh hapur tjetër në të jetë. Po se dëgjoj, di çfarë mendoj tjetër unë Remil, njerëzit para se të marrin një vendim nuk flasin ore. Mendojnë që dashurohen dhe thonë ky është personi i duhur, nuk flasin ore kush do i mbaj lekët, kush do i bëj pazarin. Ke dëgjuar që fillimi i bisedave të një çifti është që ne duhet komunikojmë shumë. Dhe të dy bien dakord me këtë. Kanë një dakordsi në fillim. Por pasi kalojnë disa kohë, kjo gjë nuk bëhet. Gjërat e pathëna i sjellin këto. Gjërat e pathëna mblidhen. Dalim në konkluzionin të martohemi apo mos martohemi. Njerëzit duhet martohen me atë që duan, jo vetëm me zemër, por edhe me mendje. Me mendje mbi të gjitha. Sa bukur do kish qenë. Remil, të falenderoj shumë që ishe në program sot. Faleminderit që kënaqësi. Mendime të vyera
për sa i përket martesës, lidhjeve, dashurisë dhe tradhtisë, të uroj një të marrë të bukur në vazhdim me verë të mbarë po ashtu. Ju uroj edhe një Besoj ditë do këndshme. shihemi prapë në shtator. Mirë, ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Nëse jeni ndjerë sado pak në faj nga biseda që ne bëm në studio, mos e vrisni mendjen, sepse siç thot një shoku im, nuk ka rëndësi nëse je budalla, rëndësi ka mos ta marrë vesh bota. Mirë dëgjofshim nesër.